take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like home. Yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out my mind. I just can't stop thinking about you. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në vlogun tim të radhës. Atëherë unë quhem Silvia për të gjithë ju që nuk më njihni dhe kjo është hyrja që unë e bëj në çdo video, por besoj se duhet që ta ndryshoj sepse ku vetaj? Do bëhet me të shpejtin ai se ne. Po unë prandaj e nash bërja se u fut gabime. Sot është data 14 shkurt, kështu që gëzuar Shën Valentinin të gjithë juve që e festoni dhe shpresoj që të gjithë beqarët që janë në kërkim të dashurisë ta gjejnë sa më shpejt edhe të jenë të lumtur. Rajani sot fillon trajnimin përsëri në futboll, kështu që ne tani jemi duke shkuar për të bërë trajnimin e futbollit. Më duket se zgjat 1 muaj e gjysmë, gati 2 muaj më duket. Je emocionuar që të ikim tek Sokeri? Are you happy? Kush do jetë trajneri? Po për të bërë flokët? Flokët? No. Jo kur doja ai se edhe keq, do të presim. Ta shikojmë një model në shtëpi me babin, po të pëlqeu. Kemi bërë një model me babin në shtëpi, po s'ka qenë aq i bukur për të parë. Kur kemi ardhur në Amerikë për të parë me Oleni, me Rajan, që sa kishim ardhur, edhe normalisht tu preja e flokëve kushton shumë. Dhe thash Oleni ti di ç'ke, do provoj unë t'ju qet. Pse jo, duke qenë se ju qeteni shkurt, edhe nuk është se ka ndonjë shkencë të madhe, por në fakt ka shkencë sepse unë kisha marrë makinën dhe normalisht nuk i dija ato numrat 0, 1, 2 dhe i kam bërë të dy shkallë. Oleni në fakt nuk i qeta dhe aq keq, sepse mundohej që t'ja lija pak sa të gjata, ka që do ishte në punë, por Rajnin e kam bërë komplet skandal. Kështu që është raja ime e parë e fundit që unë marr një makinë për të prerë flokët e çunave. Do të asnjëherë në jetën time s'kam ta provuar më. Dhe dua që të falenderoj të gjitha gocat që më kanë shkruar komente tek videoja e fundit dhe vërtet të falenderoj shumë nga zemra sepse më keni dhënë vërtet shumë dashuri dhe shumë mbështetje. Dhe dua t'i përmend pak me emra duke qenë se janë gocat të cilat më shkruajnë gjithmonë për videot e mia. Atëherë kemi Vjollcën, kemi Rentinën, kemi Almën, Enkelejda, Fioralba, Ajla. Kemi një gocë e cila e ka emrin Hair Traffic, cila është një gocë që ka një sallon në New York, dua emrin këtu të shkruajtur që të shkoni dhe t'i bëni subscribe, ka një sallon pra për flokët. Kemi Gooseland Homestead, nuk e di emrin e gocës tamam se si e ka, thjesht kjo është faqja që më ka komentuar pra në YouTube. Kemi Renatën, kemi Alketën, të cilën e përshëndet shumë, kemi dhe Migenën. Gjithashtu dua të përshëndes edhe Elisën dhe Wardën, të cilat më ka komentuar gjithashtu në Instagram dhe i falenderoj pafund nga zemra për çdo koment që më keni bërë dhe gjithashtu për çdo like që keni dhënë tek videoja e fundit. Dhe kam parë që e keni pëlqyer vërtet shumë. Dhe ka qenë një video paksa më veçantë nga videot e tjera, duke qenë se un jam shprehur pak më shumë, pra kam thënë disa fjalë më shumë. Kështu që shpresoj shumë që edhe videot e tjera të jenë po kaq të bukura sa ka qenë videoja e fundit. Kështu që ne tani arritëm te Sokeri. Do t'rregoj pak nga skena tek futbolli sepse nuk dua që të kapin fëmijët e tjerë dhe pastaj do vazhdojmë me pjesën tjetër tonë të ditës. This world is so cold and deceiving, filled with lies and disguises and cheating. I got just the right sugar to sweeten, turn it all to the garden of Eden. I can make the gray turn gold, I can make the sun come out, I can make the bland turn bold, show you what it's all about. I can make all your edges smooth, I can make your visions come true. Just like a filter, whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, wow. Okej, atëherë pas 3 orësh tani më shkojmë përsëri në makinë. Ne shkuam tek Sokeri Rani, gjithçka shkoi shumë mirë, pra tani më shkoi shumë mirë. Rani ka bërë 3 gola dhe ishte vërtet shumë mirë pra te pjesa e Sokerit. Unë shkova në shtëpi sepse mua të gjitha gjërat që morën tek
jo të Bells Marketi, po të BJ. Morëm gjitha shampat që na duheshin, morëm gjithashtu një pul të pjekur që ta kemi gati për drekën. Çfarë morëm tjetër? Morëm edhe snack, gjëra të ndryshme, kështu që unë sistemova gjithë për vendin, sistemova pak sallonin, sistemova pak kuzhinën, pra pothuajse mbarova të gjithë pjesën e shtëpisë. Tani duhet të shkoj pak te Five Below sepse më duhet që të marr një USB për laptopin, sepse më është prishur pra USB-ja e mouse-it që vendos tek laptopi dhe më duhet patjetër duke qenë se unë editoj dhe përdor më shumë mouse-in ekstra sa mouse-in e laptop. Gjithashtu shikoj edhe një kas për telefonin, duke qenë se sot do ndroj telefonin, nuk u kam thënë, por unë kam marrë një telefon të ri, pra si ky që kam 17 Pro Max, thjesht e kam marrë në ngjyrë portokalli, por këto do ta tregoj kur të shkoj në shtëpi, sepse duhet të tregoj edhe pak dhuratën që ne kemi marrë, që ne i kemi bërë pra njëri tjetrit për Shën Valentinin. Për këtë arsye më duhet që të marr disa gjëra të vogla dekoruese, sepse do bëj unboxing të cilën ta postoj si shorts këtu në YouTube, gjithashtu dhe si reels në Instagram, që nëse nuk më ndiqni në Instagram, atëherë juftoj që të më ndiqni, ndua Instagramin tim këtu, Silvia SM Marketing. Atëherë po shkoj tani shpejt e Five Below, sepse është ora 3 e mbasdites sot e ne dhe në Shqipëri është ora 9 dhe sot kemi Big Brotherin. Nuk e di se sa nga ju e ndjekni Big Brotherin, nëse jeni të fiksuar për ta ndjekur Big Brotherin apo jo. Unë të them të drejtën, nuk është se më ka pëlqyer aq shumë sa vitet e tjera, por thjesht mundohem që të shtunave ta shikoj dhe të martave. Thjesht më thënë për të shtyr kohën dhe për të parë diçka, për të pasur diçka për të parë. Por që nuk është se jam shumë fanse e Big Brother, kështu që tani do vendos pak muzikë, të shijoj pak të rrugën time deri tek Five Below, gjithashtu do marrë një kafe, se kam pirë kafe që në mëngjes, dhe më duhet vërtet një kafe tjetër e fortë. You replay on my weakness, satisfying you while I keep bleeding. I don't know why you act like you innocent. Okej, atëherë tani më shikoni këtu në sallon sepse doja t'ju tregoj pak gjërat që kemi marrë dhuratë për Shën Valentinin dhe janë këto 3 tullumbacat e vogla, të cilat janë me helium. Në fakt ishin 4, ishte edhe një roz, por njëra më ka ikur nga xhami i makinës. Atëherë do t'ju tregoj pak shpejt gjëra që Oleni na ka marrë sot dhe harrova lulet. Harrova vazën me trëndafila. Na sillet çik. Në fakt do doja më mirë një buqet të madhe me trëndafila se sa trëndafilat që Oleni më ka bërë. Sepse mua lulet natyrale gjithmonë më thahen, por Oleni vazhdon edhe shpreson që lulet tonë nuk do thahen. I kam nxjerrë dhe në balkon dhe janë tharë nga një ngroti. Atëherë, këto janë këto trëndafilat e vegjël, të cilat në fakt janë vërtet shumë të bukur, por problemi vetëm është që mua gjithmonë më thahen, por do mundohem që këto të paktën të mbijetojnë një muaj me ne, sepse trëndafilat e parë më janë tharë vërtet shumë shpejt, gati një javë. Unë nuk e prisa fare në fakt që Oleni do sillte gjëra për Shën Valentinin, duke qenë se ne dhuratat e Shën Valentinit i kemi marrë dje që ishim te qendra tregtare, sepse Oleni vendosi që të më bënte pra një dhuratë, po nis direkt në dhuratën, vendosi që të më bënte dhuratë një Apple Watch. Edhe po e porosiste te dyqani dhe pasi vendosi adresën e tij të emailit, harroi që gruaja ka adresën e emailit dhe mua më erdhi njoftimi që ai po bënte porosinë e Apple Watch-it dhe thash, "Ok, burri, çfarë duke bërë?" Dhe ka marrë një Apple Watch, e cila është kjo, është vërtet shumë e bukur. Është modeli SE që ka dalë tani i riu. Është fix e bardhë si ora që unë kam pasur në Shqipëri. Atëherë këtu ndodhet pjesa e orës, edhe pse unë kam bërë një unboxing për në Instagram, të cilën e shikoni këtu reelsin, edhe është kështu, pra është e bardhë, si ngjyrë silver. Më duket se quhej Starlight ngjyra fix. Edhe këtu ka dhe pjesën e karikusit, ndërsa ripi është këtu, edhe është gjithashtu në të njëjtën ngjyrë, pra. Starlight. Problemi vetëm që Oleni ka bërë, gabimi vetëm që Oleni ka bërë, është që ma ka marrë në masën, këtë e ka marrë small medium, ndërsa orën e ka marrë 40 ml. Dhe për mua mendoj se është pak e vogël, doja të ishte pak më e madhe, sepse unë i kam qef gjërat të mëdhaja. Nuk është se është keq, mirë është, por që thjesht doja pak më të madhe. Po të më kishte pyetur për shembull, nëse do e zgjidhja vet, do kisha zgjedhur modelin që është 44 mililitra, po. Milimetra. Është bërë mendja mililitra nga laboratori. Okej, kështu duket edhe ora. Në fakt për dorën time, sepse kam dorë të vogël, pra kyçin këtu e kam të vogël, nuk është se është e vogël, por siç e thash, doja të ishte pak më e madhe. Por mendoj se është cute. Por normalisht edhe unë duhet që t'ja ktheja dhe vendosa që t'i merrja të njëjtën orë, këtë të zezën, e cila është 44 milimetra, ndërsa ripin e ka medium large. Okej. Pa tregoj dhe këtu orën shpejt, edhe pse do gjeni një reels në YouTube edhe në Instagram me unboxing të dyjave. Atëherë, kjo është edhe ora e zezë, duket kështu, edhe ripat janë këtu. Kjo Olenit në fakt më pëlqen më shumë se sa kjo e imja, por
Normalisht Oleni s'mund të mbaj këtë të voglën. Sa më çaka, e mbaj. Po ti ke dorë të madhe mbash voglën. Ja, kështu e doja, fikse kjo jotja. Ja, të madhe. Ti ma ke marrë tiny fare. Kjo është ora që të shikoni diferencën, kjo është e vogla dhe kjo është e madhja. Problemi është që unë du ta kisha menduar mirë, duke qenë se doja të madhe, mos ta kisha hapur paketimet kaq keq edhe ta ktheja, por tani hapa. Kështu që, po kjo e madhja mendoj se është më e mirë. Po dhe e vogla. Kjo është diferenca. Më kishe pyetur më burr. Po dhe goca nuk të thaja atje të shkor kaq e vogël, 40 ml, se unë jam bebe unë. Pa jo dihet sepse ne kemi kyçim më të vogël, po është e vogël si orë, brendoj orë të madhe. Një gjë tjetër që ne kemi marrë është edhe iPhone-i 17 Pro Maxi ngjyra portokalli. Atëherë, unë do ta ndroj iPhone-in nga ngjyrën blu, do marr këtë portokallin. Okej, është i njëjti me telefonin që unë kam, është e njëjta memorie, por thjesht doja këtë ngjyrën portokalli, duke qenë se këtë ngjyrë do të kisha marrë që në fillim. Tani që po e shikoj, nuk e di, po mendoj se është më bukur se sa ajo tjetra bluja erët. Dhe Oleni sot erdhi në shtëpi përveç se me lulet me trëndafilat, gjithashtu me këtë me çokolata për gruan, e cila ka këtë trëndafilin këtu si çokoladë shumë të bukur, shumë cute. Edhe këtu brenda ka çokolata të cilat normalisht i kemi ngrënë disa, sepse Rajani i pëlqen vërtet shumë. Ndërsa për Rajanin kishte marrë një tjetër, sepse normalisht ka menduar edhe për Rajanin. Kishte marrë këtë me zemër, e cila ka këtë rushin e vogël. Kjo brenda duhet të ketë nga këto çokolatat. Si quhen këto mama? Reese's? Reese's. Do të tregoj pak shpejt gjëra që ka marrë tek Five Below. Mora këto krëhrat, sepse nuk isha, në fakt më shumë e mora për këtë krërin këtu, sepse kam filluar që i kap flokët bisht ose top, dhe normalisht mund të heqësh këto fjet pra të reja që dalin dhe thjesht i bën me xhel, do të thënë qëndrojnë sa më mirë. Gjithashtu ka edhe këtë krërin kështu, edhe këtë të cilat realisht më duheshin. Kam marrë gjithashtu një rreth të zi, sepse dua kur bëj make-upin të ngjaj sa më bukur në kamerë. Kam nga këto rrethat, po i kam një të kuq, i cili nuk më pëlqen më, dhe kam edhe një tjetër që është nga viti i ri dhe ka ato brirët këtu lart. Kështu që vendosa të merja këtë të ziun. Okej, mendoj se ngjan cute. Kam marrë një kasë për iPhone. Nuk ishte kasa të bukura, kështu që vendosa të merja këtë që është me Winnie Pooh. Kishte edhe një tjetër që ishte me mjaltë, po thash kjo do jetë më e bukur. Okej, kështu duket edhe kasa, mendoj se ngjan më bukur tek telefoni portokalli, edhe është cute. Kam marrë gjithashtu dhe një nga këto shishet e ujit për Rajanin, e cila është me Minecraft, ja mora plastike, sepse i duhet për te sokeri. Ka një tjetër në fakt që është inox, por këtë ka më kollaj për ta marrë me vete dhe nuk rëndon. Këto ishin të gjitha gjërat që ne kishim marrë për Shën Valentinin. Në fakt kemi shumë vite që nuk e festojnë Shën Valentinin, dhe pse Oleni është përpjekur që të më bëjë këto surprizat e vogla. Ndërsa këtë vit Oleni mendoi që të më bënte një dhuratë pak më speciale, që ishte iPhone-i dhe Apple Watch. Mos më shiko ashtu. Emocionon. Por duke se po shikon me kështu. Okej, ne tani do vazhdojmë të kalojmë pjesën tjetër të ditës duke parë Big Brotherin, sepse në Shën Valentinin kemi festuar kur kemi qenë të rinj, ndërsa në këtë moshë jemi tani, ne kemi Shën Valentin çdo ditë, kështu që nuk është nevoja ta festojmë vetëm në këtë ditën e sotme, por i bërim këto gjërat e vogla më tepër për t'i bërë qefin edhe njëri tjetrit, por edhe Rajanit, kështu që do vazhdojmë të shikojmë Big Brotherin dhe bashkë shihemi nesër. Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no sleep on each other, heavy teasing all day, and when the sun sets, you asking me to come through, kick it with you. Night turning to morning dew, then you play
Përshëndetje nga dita tjetër e këtij vlogut. Atëherë sapo jam zgjuar nga gjumi, besoj kuptohet nga fytyra ime që është paksa e enjtur. Dhe vendosa të hap videon dhe të flas pak, e di që nuk jam në gjendjen time më të mirë, por është okay sepse siç e thash sapo jam zgjuar nga gjumi, por dua që të flas për disa gjëra të cilat i kam përmendur pak te video e kaluar dhe dua që të diskutojmë bashkë. Atëherë fytyra ime këtë javë ka qenë për mashallah, dhe nuk e di sepse është shfaqur kjo këtu dhe jam duar shumë që të vendos krem për akne çdo natë në mënyrë që të iki, por problemi është që përthahet në mëngjes, por duart e mia nuk e lën rehat dhe tani është të gjendje kështu, por prandaj ekziston make-upi që neve të mbulojmë këto imperfeksionet edhe akne që na dalin nga, në thosha nga hiçi, por nuk është se kanë dalë edhe ai shumë nga hiçi, sepse normalisht unë kam tepruar me të ëmblat siç bëj zakonisht. Tek video e kaluar kam folur për punët në Amerikë dhe kam ndarë një story me gocat e mia në Instagram për të më lënë eksperiencat e tyre këtu në Amerikë. Dhe dua tani që të lexoj pak disa nga mesazhet që më kanë ardhur tek askuj që un kam bërë. Le të shikojmë bashkë. S'm pëlqen fare vetja sot. Dhe kam vendosur këtë gjë te flokët për të bërë flokët kaçurela, shpresoj shumë që të më dalin mirë. Kam shumë kohë në fakt që nuk i bëj kaçurela, më përpara i kam bërë me val. Po mendova sot, me që do shkoj tek Ona, atëherë të bëhem paksa më e bukur. Dhe përpara se të tregoj të gjitha problemet që gocat më kanë shkruar në Instagram, dua shumë që të uroj të gjithë besimtarët musliman, të cilët në këtë muaj të shenjtë kanë vendosur që të mbajnë Ramazan. Uroj shumë që në këtë muaj të shenjtë agjerimi juaj të pranohet, jetë sa më i pranuar, dhe uroj shumë që të gjitha lutjet tuaja të dëgjohen dhe të keni një muaj me sa më shumë shëndet, lumturi dhe gjithçka që i do zemra. Okej, mbaroj make-upi Alketës. Tani vërtet që do qaj. Ky make-upi ta kam treguar edhe herë tjetër te videot e mia dhe është një review e sinqert nga unë. Mund ta krahasoj pa frikë me Estée Lauder. Ka një vërtet një mbulim shumë të mirë dhe shumë i lehtë në fytyrë, kështu që do më duhet të kontaktoj me Alketën dhe ta porosis përsëri. Gjithashtu po mendoj që të porosis pak edhe larësin e fytyrës. Unë kam në fakt, kam atë të larëshe posej që kam shumë vite tashmë që e përdor, por kam qejf që të kem edhe larësin Alketës sepse realisht më bante fytyrën super të butë. Të rikthehemi pak te pjesa e komenteve të gocave që unë i kam këtu, kam hapur tani storyn. Dhe një pyetje është, ke info nëse ata që vinë si turistë në Amerikë të kenë probleme pas ligjeve të reja? Atëherë, me sa unë kam arritur të kuptoj, këto ligjet e reja që Trump i ka vendosur nuk ka lidhje me pjesën e turistëve. Është e gjitha për njerëzit që duan të vinë të jetojnë dhe të punojnë këtu në Amerikë. Dhe mendoj se për pjesën e turistëve mund të vini shumë kollaj. Unë në fakt të gjë dua t'rregoj më vonë, pasi dua që mami me babin tim dhe motra të bëjnë aplikim për vizë turistike brenda këtij viti, domethënë jo tani së shpejti, por besoj nga fundi i vitit. Dhe do t'ju tregoj se si do shkojë e gjithë gjëja, pra të gjithë procedurën dhe sa lehtë dhe sa kollaj do jetë që ata të vinë këtu pranë Amerikë. Por besoj se këto ligjet e reja nuk ndikojnë tek turizmi. Mua në fakt më ka ardhur shumë keq që ka anulluar llotarinë amerikane sepse doja që njerëzit të kishin mundësinë që të vinin. Tani këtu në Amerikë nuk është fushë me lule, sepse shumë njerëz shpesh këtë e marrin për të mirëqenë që këtu është fushë me lule dhe ne jemi kështu mi pupla, por nuk është kështu. Dhe në Amerika, si çdo vend tjetër në Europë apo në Shqipëri apo në botë, ka problemet e veta, kështu që nuk është perfekte, por thjesht do doja që njerëzit ta kishin mundësinë të vinin dhe nëse pastaj ju pëlqente për të qëndruar, atëherë pse jo të qëndronin siç ne kemi qëndruar. Nëse nuk ju pëlqente, shumë mirë mund të shkojnë të zgjedhin një vend tjetër, pra në Europë apo në botë, pra mund të lëvizin. Kam parë shumë njerëz që vinë në Amerikë dhe nuk i pëlqen dhe normalisht që kanë mundësinë për të lëvizur, nuk është se kanë, mund të shkojnë prapë mbrapa në Shqipëri nëse janë më mirë në Shqipëri, mund të shkojnë mbrapa në Europë, mund të gjejnë pra një vend tjetër në Europë për të jetuar. Nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe, por që e kuptoj edhe pjesën e lëvizjes, sepse shumë njerëz kur shkojnë pra në emigrim, marrin të gjitha ato kursimet e tyre që kanë marrë dhe kanë punuar gjatë kohës në Shqipëri, edhe nisen në një vend të ri për një jetë më të mirë, pra siç jemi nisur ne këtu në Amerikë. Dhe pasi vjen këtu është shumë vështirë që ti nga ardhja pra në Amerikë, pasi të ka dalë llotaria apo ku diun ka ardhur me një bashkim familjar, të duash edhe të shkosh të jetosh në një vend tjetër, sepse i bie që edhe aty do ta nisësh pra nga fillimi me dokumentat, me gjithçka tjetër, por mendoj se njeriu duhet që ta bëj këtë sakrificë në mënyrë që të mos jetoj këtu pra i palumtur, por thjesht të shkoj në një vend ku është i lumtur dhe i qetë. Kështu që ky është mendimi im, nëse nuk jeni të lumtur në një vend kudo që jetoni, atëherë e mira është të lëvizni. Qoftë edhe nëse nuk jeni të lumtur në një qytet, po them brenda Shqipërisë apo brenda një vendi që jetoni, atëherë lëvizni, ndryshoni qytet. Shikoni gjithmonë mundësitë të reja që dalin, edhe mos nguroni që të merrni përsipër pra riskun e lëvizjes. Por mendoj se kjo është shumë personale, sepse varet nga eksperiencat e njerëzve. Ka shumë njerëz që janë gjendur shumë mirë me punët në Amerikë dhe ka shumë njerëz të tjerë që vuajnë për të gjetur një punë të saktë ose thjesht shfrytëzohen në maksimum siç ndodh
rëndon kudo në botë, nuk se ndodh vetëm këtu në Amerikë. Një përgjigje tjetër që më ka ardhur është e gjitha varet nga pozicioni dhe nga industria, por shumica e organizatave janë duke u rikonstruktuar, pra duke u strukturuar. Kjo është e vërtetë sepse këtu në Amerikë po mundohen që të zgjedhin një mënyrë tjetër në mënyrën se si e strukturojnë pra kompaninë, dhe është e njëjta gjë që mua më ndodh pra te kompania që unë jam, që jemi një kompani shumë e vogël, dhe në momentin që dikush është larguar nga puna, thjesht kanë zgjedhur që një pozicion të më ofrojnë mua dhe jo të marrin pra një person tjetër. Se këtu në Amerikë këto kompanitë që janë të prodhimit dhe shumicat e produkteve i marrin normalisht nga Kina, duke qenë se Trumpi ka vendosur pra taksën për Kinën, shumica e kompanive po hasin pak vështirësi, por besoj se këtë vit do bëhet pak më mirë. Gjërat do ndryshojnë. Një pyetje tjetër është, nuk është easy të ecë sepse konkurenca është e madhe, plus varet në çfarë vendi je. Jam shumë dakord edhe me këtë, është që i thashëm përpara që varet në çfarë shteti do jeni, sepse këtu në Amerikë ndryshojnë ligjet nga shteti në shtet, nga kompania në kompani pra brenda një shteti, por normalisht që nuk është kollaj që të ecni. Sidomos në qoftë se synoni pra për një punë që është në një kompani të madhe, sepse këto kompanitë e vogla ndoshta e kanë pak më kollaj që ti të rritesh në detyrë, ndërsa në kompanitë e mëdha është më vështirë për të rritur në detyrë një dhe për të marrë rritje rroge. Kështu që, këtu japin rritje rroge këtu në Amerikë, po japin me cent, dhe shqyr zotit në kompania ime këtë gjë nuk e kam kaluar, sepse ma kam thënë që ma kanë rritur gjithmonë rrogën $2 dhe lart. Këtë radhë ma rritën pak më shumë, prandaj dhe jam pak më lumtur këtë herë nga vite kaluar, sepse realisht kërkova rritje rroge dhe më arritën fiks aq sa unë e doja, dhe mendoj se ky ishte maksimumi që unë mund të kërkoja te kompania ime dhe jam shumë e lumtur që ata pranuan, duke qenë se unë punën po e bëja dhe është mirë që në momentin që e shikoni që e bëni punën, është e mira që të flisni me pronarin edhe të kërkoni rritje rroge. Pra mos e mbani për vete, mos nguroni, sepse edhe unë deri më dje nguroja, thosha jo nuk do ma japin, jo mos është shumë. Dhe siç po i thosha, gjithmonë pra kërkoni të drejtën tuaj, nëse mendoni që vërtet jeni duke dhënë maksimumin tuaj në punë, atëherë mos nguroni dhe të kërkoni pra atë çfarë ju meritoni. Duket edhe lumturia ime në fytyrë sepse mora realisht atë që doja. Kalojmë te pyetja tjetër dhe është pyetja e fundit. Fatyana ka shkruar: zemra sa për punën këtu është çdo gjë me mik, për zotin gjynaf me thënë se jetojmë në Amerikë. Atëherë shumë njerëz e thonë këtë që pra për pjesën e Amerikës, që presim më shumë pra nga vendi, nga shteti, nga njerëzit, nga kompania, nga të gjitha, por realisht nuk marrim aq shumë sa duhet të marrim dhe aq shumë sa meritojmë. Edhe këtu në Amerikë, si kudo pra në botë dhe në Shqipëri, funksionon me mik, sidomos të punët që janë punët e mira që i them unë, pra në kompani të mëdha dhe nëse keni bërë edhe një shkollë këtu në Amerikë, normalisht që synoni pra për të gjetur një punë shumë të mirë. Dua të di pak nga gocat që kam këtu në YouTube se çfarë punësh bëni. Jam shumë kurioze të di se çfarë profesione keni. Unë për veten time kam thënë edhe herë tjetër këtu në YouTube që kam mbaruar për inxhinieri matematik dhe informatik, kam studiuar 3 vite, thjesht nuk arrita të diplomohesha duke qenë se ngela shtatzan me rajnin atë periudhë dhe pastaj thjesht i la gjërat e mia pas dore, gjë që nuk duhet ta kisha bërë. Edhe është një nga pendimet e mia më të mëdha në këtë jetë, e them me gjithë zemër, sepse realisht do doja shumë që të isha diplomuar dhe të kisha vazhduar këtu, por do mundohem që të transferohen ndonjë nga klasat nëse arrin të transferohen, ose thjesht do nis nga fillimi dhe nuk do të çaj kokën fare. Realisht e them sepse jam e re dhe mundet që të arrij edhe ta bëj. Nuk ka absolutisht asnjë gjë, thjesht më duhet që ta bëj qëllim të vetja ime dhe kaq mjafton. Te kompania që jam tani, nëse i them se çfarë pozicione punë bëj, atëherë bie të them që bëj gjithë pozicionet e mundshme që ekzistojnë në kompani, dhe kjo është e vërtetë sepse një thashë që është kompani e vogël dhe kur kemi nevojë, normalisht të t'i bëj. E vetmja gjë që nuk kam arritur të bëj, nuk kam arritur. E kam për vetëm 2 herë ka qenë customer service, të flas me klientën në telefon për të marrë orderat që na japin, por edhe atë ndoshta arri një ditë edhe e bëj, duke qenë se më thanë që do më trajnojnë edhe për atë pjesë. Një gjë tjetër që dua të prek pak shumë shpejt, sepse kam parë një video në Instagram, cila ka bërë nami, në fakt nuk e se ka qenë në Itali, ku një njeri psikopat, do ta quaj realisht psikopat, ka tentuar të rrëmbej nga nëna e tij një fëmijë të vogël, pra t'ia marrë nënës nga dora, dhe ka qenë një situatë që nuk e di, jam traumatizuar si mund të ndodhi. Dhe po mendoja larg qoftë o Zot, sepse ne me Rani nuk shkojmë tani nëpër supermarkete apo nëpër qendra tregtare, Rani nuk qëndron asnjëherë për dorë me ne, duke qenë se normalisht është i rritur, është 8 vjeç, bën 9 tani nënën tonë. Nuk rri për dorë me ne sepse është i rritur. Edhe kur kam parë atë video, thashë Zot i madh na ruaj ne, na ruaj edhe fëmijët tan, sepse është realisht një traumë, një gjë shumë e madhe. Okej, nuk e mbaj më kur lash tani sepse më fi kamera, por më duket se isha tek pjesa. Mos më thuaj që e kam bërë prap. Nuk ka mundësi të ndodhi për herë të disaj. Është disaj ta herë që blej laps tek Gianti, e shikoj që lapsi është brenda
Dhe normalisht që lapsi është brenda, sot e kam cirka kutia. Tipa, më kanë ndodhur 2 herë që kam marrë lapsin, e kam kontrolluar që ka qenë brenda, dhe kur kam ardhur në shtëpi nuk e kam pasur brenda në kuti, dhe tani tasi se kisha prap. Por e gjeta, e kisha nxjerrë përpara. Sepse nuk mund të luaj vetullat përveç me këtë lapsin. Kam një laps tjetër, por shumë i errët. Okej, dhe po ju thosha për pjesën pra të fëmijëve që Zoti na i ruaj, sepse realisht është një traumë që nuk dua kur se si ta përjetoj njëri në këtë jetë. Dhe këto kohë të fundit tek shkolla, Rajani ka filluar që, domethënë një nga shokët e Rajani tek shkolla ka filluar që vjen te shtëpia jon për play date, pra që luajnë pas dite ose para dite. Edhe një natë madje ka ardhur dhe ka fjetur te shtëpia jon dhe kam qenë vërtet në shumë siklet. Nuk e di si më ka zënë gjumi, sepse realisht është përgjegjësi më vete. E di që unë të njëjtin gjë dhe merak e kam edhe për Rajanin, sepse unë jam shumë e fiksuar, domethënë para se të shtrihem kontrolloj gjitha dyert dritare që janë të mbyllura. Pastaj para se të më zëri gjumi që shikoj që po më kput përsëri gjumi, shkoj dhe kontrolloj përsëri, sepse kam vërtet shumë merak. Domethënë flet gjithmonë me merak. Edhe tani që shoku i Rajanit ka ardhur dhe ka fjetur te shtëpia jon një natë, edhe Rajani më kërkoi një ditë që të shkonte të luante te shtëpia e tij, më tha mami do iki, tha po do qëndroj vetëm një orë. Edhe i thash, "Okej, qëndro vetëm një orë", por problemi është që kemi qenë bashkë me Olenin të dy në merak. Sepse realisht ata janë njerëz të mirë, por çështja është që është gjithmonë meraku dhe frika kur e ke larg syve të tu. Dhe nuk e di se si ja keni bërë juve këtu njerëzit pra që jetojnë këtu në Amerikë, sepse këtu në Amerikë realisht funksionon më tepër kjo pjesa e play date-it e kanë si një gjë shumë normale, por unë kam pasur vërtet shumë problem. Dhe normalisht që do kërkoj të shkoj pra dhe një herë tjetër, kështu që nuk e di se si do t'ja bëjmë me këtë muhabet. Tani është i vogël dhe do na pyesi ne të rritet që të jetë në gjimnaz, do kërkoj të dali të bëj dhe nuk se do na pyesi fare. Dhe kjo është nga frikat e mia më të mëdha se mos në Amerikë, që do vi një moment që këta do bëjnë çfarë duan, njësoj siç kemi bërë neve në Shqipëri, por thjesht mendoj se në kohën që jemi rritur ne në Shqipëri gjërat kanë qenë shumë herë më ndryshe se sa në kohën që fëmijët tanë po rriten, jo vetëm këtu në Amerikë, po tani kudo më nëpër botë. Kanë ardhur kohë shumë të këqija, shumë të vështira dhe ja gjithmonë me frikën që fëmijës tënd mund t'i ndodhi diçka. Në fakt nuk është vetëm te fëmia jo, ndonjëherë kemi frikën, unë për shembull kur shkoj tek thonjë, siç e kam sot që kam gjysmore larg, Oleni ka merak se thotë larg qofun të ndodhi ndonjë aksident rrugës. Unë sa herë që shikoj një aksident në rrugë, gjë e parë që bëj është marr Olenin dhe të shpisë Olenit, t'i pyes që a jeni mirë, sepse realisht është një gjë që është shumë e pashmangshme, pra është diçka që mund të ndodhi në çdo moment, edhe nëse ti je i kujdesshëm, mund të vi dikush tjetër që është shumë i pakujdesshëm dhe normalisht mund të bëhet, domethënë mund të ndodhi në sekondë larg qoftë. Kështu që këto ishin disa nga gjërat që unë doja të prekja pak tek kjo video dhe për të bërë mbylljen e kësaj videos. Një gjë tjetër që kam parë shumë për shkolla që më ka ndodhur këto kohë të fundit tek Rajani, sepse na ka marrë pra principali në telefon, sepse tek tavolina e Rajanit disa nga shokët e tij kanë përmendur disa pjesë private të trupit dhe këtu nuk e di se si dëgjojnë, pra Rajani thotë ka kamerat, unë gjithmonë wave te kamerat, i përshëndes nga kamerat. Por realisht nuk e di se si dëgjojnë që fëmijët pra përmendin këto pjesë ose nëse është dikush që vetë edhe i tregon dikujt që u than këto fjalë. Por më ka marrë domethënë principali telefon edhe më ka thënë që kështu ka ndodhur pra kjo situata, nuk është se e ka për fëmia yt, e ka për dikush tjetër që ishte në tavolinë me të, por thjesht më lajmëroi që nëse Rani do më thoshte që mami unë sot isha te principali, pra ishte kjo arsyeja. Dhe nuk është herë e parë që fëmijët kanë filluar të kenë këto probleme. Duke qenë se Rani është vetëm në klasë të dytë, edhe këto gjëra po ndodhin vërtet shumë shpesh tek shkolla, edhe jo vetëm për pjesët private të trupit, por edhe tek bullizimi, pra që, domethënë, përmendin tek njëri tjetri. Dhe nuk është gjë e mirë, edhe di që kjo gjëja me kohën edhe me rritjen e tyre ndoshta do forcohet më shumë, duke qenë se sado që mirë ti mundohesh ta edukosh fëmijën tënd, fëmijët në fund të ditës shikojnë pra nga shoqëria. Dhe këtu në Amerikë kanë këtë dhe të gjithë e thonë që këtu thonë që familja është shoqëria, nuk thonë që familja është mami dhe babi, por thonë që shoqëria dhe bëjnë çfarë duan. Atëherë kaq ishte edhe video për këtë javë, shpresoj që ju ta keni pëlqyer. Dhe jam shumë kurioze të di për ju gocat që jetoni në Europë, nëse do donit pra që një ditë jetonit në Amerikë, nëse i pëlqen pra Amerika për të jetuar. Ti me sinqerisht mua më pëlqen shumë jeta në Europë, por gjithashtu më pëlqen pra dhe jeta në Amerikë. Me këto të mirat të këqijat e veta që ka, por realisht ndihem shumë mirë pra këtu ku po jetoj. Shpresoj shumë që ju ta keni pëlqyer këtë video dhe mos harroni si gjithmonë që të bëni një subscribe, një like sepse realisht më ndihmon shumë. Dhe gjithashtu nëse keni dëshirë mund të shkoni tek faqja ime Instagramit Silvias Marketing dhe më bëni aty një follow. Ne bashkë shihemi tek videoradës. Unë sapo të mbyll këtë video tani dhe vazhdoj
vazhdoj të ha videon e re kur do shkoj te ona për të bërë thonjt. Po të gjitha këto do shikoni tek video radhës, kështu që deri atëherë kujdeseni për vete. Bye.